Këtu është horoskopi i hënë 19 maj 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Ditë kontroverse, të tjerët duhet të ankohen ose jeni ju që po e pengoni. Në dashuri ka indiferencë ose distancë. Demi. Obsesioni juaj ka të bëjë me punën dhe kjo është normale sepse prej disa kohësh jeni përpjekur ta bëni veten të shkojë mirë me një situatë që nuk ju pëlqen. A pak lodhur në mbrëmje që nuk duhet të bjerë në raport. Binjaket. Ndiheni të lodhur, apatik. Për çështjet e punës ka një ngadalësim të vogël, keni kërkuar më shumë para ose një promovim, por ka një vonesë. Gaforja. Sot ju mund të jeni të paqartë nga dikush që përpiqet të shkel privatësinë tuaj. Në këtë moment ju zemëroheni me ata që krijuan probleme në aktivitet, vazhdoni me të gjitha forcat tuaja. Luani. Ka më pak dëshirë për të bërë polemik dhe më shumë dëshirë për të filluar në krahët e partnerit. Në këtë moment mos harroni se mundësitë më të mira vijnë së shpejti dhe jam i bindur që ju vetë i keni dhënë jetës profesionale një qëllim apo një ultimatum. Virgjeresha. Në dashuri është më lehtë të përjetosh momente pasioni. Dikush është armiqësor në punë, mund të jetë një rival, por është e vështirë të mos fitosh sfida. Peshorja. Gjatë kësaj kohe ju jeni plot me gjëra për të bërë. Për të shmangur diskutimet, rrezikoni të mos mbështeteni në idetë tuaja. Akrepi. Ditë e shkëlqyer, edhe në sektorin afektiv ne presim sukses. Ditë e mrekullueshme. Shigjetari. Nuk është një ditë me përgjigje të menjëhershme. Duke pasur parasysh aftësinë e shigjetarit për t'u entuziazmuar, për t'u përfshirë në një histori, ekziston gjithashtu mundësia që të merren nga dy persona. Britsjapi. Udhëtimet e biznesit dhe të kohës së lirë janë të favorizuara. Ju mund të merrni një marrëveshje të mirë. Ujori. Nëse një përmirësim mund të vijë në punë, komisioneri do të ketë kënaqësi. Në dashuri jini të kujdesshëm, një histori e rëndësishme mund të lindë. Peshqit. Nëse keni një aktivitet krijues, periudha është e mirë për të vlerësuar mundësitë e reja, ju duhet të rivendosni llogaritë tuaja në rregull, shumë shpenzime të fundit. Në dashuri sot nuk ka nevojë të ndiheni reciprokisht. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.